mashkullin krevat nuk I futën, na thon drejtën. Po, e kam pa. Kujt mashkull I kanë fut? Kujt? E kam pa. Kujt pra? E kam pa. E ke pa? A ke pa vetën tate? Unë mashkullit krevat nuk I futëm dhe nuk lagë. Se ti e gjallë I maroma, bu. Të vazhdoj ta them. A ka kjo? A kuptove shpirta? Kjo është Je miri. kuptove ti. Kjo është miri. Kjo është miri që mra mu zven. Kjo është miri që e pa vetën televizor dje tu zven. Unë mashkullit në krevat nuk I futëm. O ti, që do të them, Miri, që të them. do gërvishesh me gjam, miri, ftyrën, kështu fap. U lage të krevati, u lage. është fatkesima. Kështu që unë as me një moment, as e kam ofendu, as I gjithësisht ka qenë një strategji loje, pikë. Që ta dini ju. Jo po se Dina s'ka sulmu. Jam ndryshë nga gjurë. E di që s'ka sulmu. Por një moment të erdhi unë me Kristin bashkë edhe të gjithë fillun, jo po mos ri, jo po kështu, ti ke qenë I pari, edhe jo ka thonë, po ki kujdes, ja pra, Po ja pra se të lavi im dole, se të nëzori dje në prime, Kristin zori. Po dhe unë atëre. Pa ti dole kesh. Është si për... Ti dole kesh. Pa jo për doli, pa unë lavi im, mos rime atë, se ja që të lodhi. Unë faktën nuk kam qenë kontradiktore me fjallet e mia, kam qenë konstante. Në gjdo... Po pse kontradita e fjalëve të mia që të kam thënë mos rri me Kristin, ku doli keq? Ja pra, se si nxori. Po ti rri me Selinën pra, që vazhdon e rrin. Po ti pse vazhdon e rrin? Ta them unë rri me Selinin, por nuk e nxjerr Selinin keq në asnjë moment. Kaq. Po varet se jo gjitha raportet do të jenë një lloj këtu. Pra, dakor. Unë Selinin nuk e kam nxjerr asnjëherë keq në asnjë moment. Përkundrazi e kam mbrojtur, ja ku janë të gjithë këtu. Po pra, po është situatë ndryshe. Nëse I person do kërkoj falje, nëse s'kërkon punë e madhe, a kupton se s'vjen vëm fare për Kristin, që ta dish. Po pra, po çfarë është kontradita me fjalët që të kam thënë unë? Ku është? Po miri, e kuptoj pra, por rregull. Po dhe unë për të mirë e kam thënë Selinës mos rri me mirin. Atë se din? Po atë e di unë. Edhe unë I kam thënë për mirë, por ja që vazhdojnë, sepse kjo është loja dhe se cili shfrytëzon njëri tjetrin. Shumë e qartë, shumë... Edhe njerë, ti I ke thënë Selinit mos rri me mirin, ndërkohë nga krau tjetër ke loj që do pësosh Selinin. Kurse unë, ja, shu. Prandaj vjen keq, po, se do pësosh ti, se ja dhe mërëm nuk u fol gjysë sekondi për ty. As nuk doja. Normale, sepse unë nuk ndëry te pjesa e tjetrit. Dhe dje ishte prajmi Selinit, nuk ishte prajmi im. Pa me rak se unë di si ta ngrej Selinin, edhe si ti jap mesazhet edhe gjërat e mia. Po ka nevojë Selini ta ngresh ti?